Territori shqiptar për datën 26 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot të kthjellët dhe me diell në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë e qartë në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me diell dhe temperatura të buta për këtë periudhë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell në pjesën më të madhe të territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:34 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 3 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 16 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 1 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 16 gradë Celsius.